Shën Haritina lindi në Amison e Pontit. Jetoi gjatë mbretërimit të perandorit Diokletian. Që e vogël mbeti jetime, pa prindër ose mbrojtës, e birësoi një i krishteri devotshëm që quhej Klaud. E rriti me dashuri si bijën e tij. E reja Haritin dallohej për inteligjencën e saj të jashtëzakonshme. Kishte besim të thellë dhe të zjarrt te Krishti. Me jetën e saj udhëzonte shumë njerëz në rrugën e Krishtit. Fama e saj u përhap në të gjithë krahinën. Njerëzit flisnin për urtësinë e vajzës së re. Shumë vinin pranë saj për të dëgjuar fjalët e saj. Klaudi admironte pjekurinë e saj shpirtërore. E konsideronte bekim për shtëpinë e tij. Haritina jetonte me lutje dhe mirësi. Vjertiti i Haritinës shtaktoi zilit e shumë i dhejtar. Disa e denoncuan të prefekti Dometian si të krishter. Klaudi u detyrua t'i bindet urdhrit të hetimit, filloi të vajtonte për torturat që e prisnin. Haritina e ngushëlloi me fjalë plot besim. I kërkoi të gëzohej për nderin e sakrificës. Klaudi ju përgjigj me emocion dhe dashuri. Ju lut që ta kujtonte te mbreti qiellor. Në hetim, Haritina u paraqit pa frikë. Rrëfeu menjëherë besimin e saj te Krishti. Nuk tregoi asnjë hezitim përpara prefektit, qëndrueshmëria e saj i zemëroi për ndjekosit. Prefekti urdhëroi të fillonin torturat. Torturuesit ruan kokën e martires së re, por ndodhi mrekullia e parë nga shumë të tjera. Flokët e saj u rritën përsëri menjëherë pas kësaj, i vunë qymyre të ndezur në kokë, derdhën utull mbi plagët e saj. A dogjën brinjet me pishtar të ndezur. Haritina i duronte të gjitha me durim të admirueshëm. Lute vazhdimisht të Perëndia për forcë. Torturat nuk sollën rezultatin e dëshiruar. Plagët e saj shëroheshin në mënyrë mrekullibërse. U paraqit përpara prefektit e paprekur dhe e shëndosh. Plagët e saj ishin shëruar plotësisht. Të gjithë pan fuqinë e besimit të saj. Prefekti u zemërua edhe më shumë nga kjo. Dometiani urdhëroi tortura të reja më të ashpra për Haritinën. E lidhën një gur të rëndë në qafë, e hodhën në det që të mbytej. Për Perëndia e shpëtoi përsëri. Më në fund urdhëroi ta çonin në një shtëpi imoraliteti. Kjo ishte sprova më e keqe për vajzën e pastër. Haritina u lut me zjarr te Perëndia. Ai kërkoi ta çlironte nga ky çndërim. Perëndia e dëgjoi lutjen e saj. E thirri shpirtin e saj pranë tij para se ta ndotnin. Trupi i saj u hodh në det. Në mënyrë mrekullibërëse u nxor në breg. Klaudi e mori dhe e varosi me nderime dhe lot. Lipsane të shenjta të shenjtores ruhen në manastire, gjenden në Qipro dhe në Beoti. Kujtimi i saj nderohet nga besimtarët.